Emin Hoxha prezanton projektin Matik. Unë quhem Emin Hoxha, vi nga fshati Budakov, komuna Suarekës. Kam përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, drejtimi matematik informatik. Punoj si mësimdhënës i matematikës dhe teknologjisë me një provojë 10 vjeçare. Motivi im për të marrë pjesë në Golden Idea është përgatitja e nxënësve për të krijuar resurse njerëzore që do të sjellin inovacion në fushën e teknologjisë, robotikës, programimit dhe matematikës. Shëndetje. Faleminderit. Emin, faleminderit që ke ardhur me apliku për çmimin e madh Golden Idea. I ke 3 minuta në dispozicion për prezantimin e idesë, edhe koha ju të fillon tani. Faleminderit. Atëherë, projekti im Matik School është projekt edukativ. Matik School është shkollë inovative që do të sjellë inovacion në arsim përmes projekteve reale. Lokacioni i saj është në qendër të Suarekës me një hapësirë të mjaftueshme veprimi. Ka një staf prej 3 mësimdhënësve dhe një administratore. Do të ndajmë grup të nxënësve me 15 nxënës në grup dhe me mundësi të rritjes së grupit të nxënësve, po do të fillojmë me 6 grupe fillimisht me ka 15 nxënës. Atëherë, Matik School do të ketë këto fusha si teknologjia, programimi, robotika, fusha STEM dhe matematikë. Mësimdhënësit të cilët punojnë në këtë shkollë do të janë të kualifikuar, të licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Do të janë të trajnuar për fushat si teknologjia, programimi, robotika, matematika dhe do të kërkohen edhe trajnime tjera adekuate. Andaj, nxënësit të cilët shkollohen ose ndjekin mësimin në këtë shkollë do të përgatiten edhe do të fitojnë njohuritë bazë për programim dhe robotikë. Njohuritë e fituara do t'i zbatojnë në krijimin e projekteve reale dhe praktike. Përmes këtyre projekteve, ata do të përgatiten që të krijojnë edhe inovacion në teknologji dhe në fushat e robotikës dhe programimit. Andaj, pasi nxënësit ndjekin mësimin në këtë shkollë, do të kenë ide kreative dhe përveç këtyne, ne do të pajisim shkollën tonë me mjete të teknologjisë, se mendojmë të kemi Smart TV, Smart Board, kemi pajiset të teknologjisë të cilat do të funksionojmë se cilin nxënës të ketë edhe kompjuterin e tina personal në shkollën tonë, edhe do të kemi edhe platformat të cilat përveç se nxënësi do të mëson në klasë fizike në shkollë atë, do të ketë mundësinë të ndjek mësimin pastaj edhe prej shtëpisë. Përmes platformave si Google Workspace, Canvas, Kahoot, në kuadër të Google Workspace kemi edhe klasat online. Në kuadër të këtyre klasëve online, ata do të shohin edhe videot mësimore, të cilat përgatiten pastaj edhe prej shtëpisë, domethënë 24 orë kanë mundësinë që të ndjekin njësitë të cilat i kanë përgatitur dhe kanë ushtruar në klasë. Pastaj nxënësit do të thonë përmes këtij projekti ne mendojmë të sjellim një kuadër inovativ që do të jetë në të mirë të shoqërisë tonë dhe jo vetëm. Emin, faleminderit shumë. Shas? Po, Emin, mirë se erdhë dhe herë, me qenë se je vendasimi, ani pse për herë të parë kjo shok kështu. Më intereson, kjo do t'jetë kurse apo shkollë? Kjo nuk do t'jetë që mendojnë tjerë të kurse private të mësimdhënësve. Kjo do t'jetë në një lloj fushëveprimit që nxënësit mësojnë bazën e programimit robotikës, se kemi po që mungon, sidomos në komunën e Suarekës, kjo formë e teknologjisë dhe mësimit, dhe më thonë që nxënësit të fitojnë atë përfaqësojnë njohuritë të cilat i duan për teknologji dhe program. Shkollë plotësuese domethënë. Pra për kurs. Shkollë plotësuese edhe të arrijnë të mësojnë sidomos robotikën, programimin edhe teknologjinë. Po, pra është kurs. Apo, pra është kurs. Shkollë plotësuese. Si shkollë plotësuese, në kuadër domethënë mësimin në shkollat, pas mësimit kur do që e kanë të caktuar orarin, ata vazhdojnë sepse do t'jepet mundësia edhe të garojnë edhe në nivel vendi, jo vetëm në
kuadër të Po të këtyre. po, nuk është në shkollë, ka me shku me një lokacion caktum, cilën e keni caktu, ju kanë me bo një pagesë fikse, është kurs. Do me thonë, Po, patjetër me pagesë fikse. Unë po besoj që ky sigurisht ka me fillu si kurs, po synimin e ka me këthy në po, shkollë. për tash po flasim. E di që ti, do me thonë, i kualifikum për matematike dhe për informatike dhe punon si ligjerus. Kështu që e di cili është profili jytë dhe që i kontribon në zbatimit kësa ide të biznesit që e ke. Ajo që po më intereson është i përmende ku keme i shpenzu të hollat, po kenë mënyrë shumë, nëse fiton çmimin e madh, po kenë mënyrë shumë të përgjithshme. A mund është me na zbërthy? Do me thonë, i përmende televizor të emension, smartboards e tjera. Smartboard. Po më intereson ta mund me pas një zbërthim si përqindje të çmimit madh, po që se e fiton. Po në kuadër të kollektivit tregut që e kemi bë, të kushtueshme janë në smartboard dhe edhe kompjuterat të cilat do t'i blej. Në rregull, po du me ditë se ti me siguri ke ditë që çmimi i madh është 10.000 euro. Ku ke me shpenzu këtë 10.000 euro? Përveç pajisjeve teknologjike, kemi edhe një pjesë do t'jetë në dorë për reklamim, domethënë në kuadër të marketingut. Ti je ligjërues i matematikës, po besoj, kështu që hajde shprehna pak në terma matematikor, domethënë në përqindje. Si përqindje ku ke me shpenzu 10.000 euro? Në fakt, mbi 50% do t'jetë blerë e pajisjeve teknologjike. Okej. Pjesa tjetër? 15% kemi reklam, dhe më thonë marketing. Okej. E pjesa fundit? Pjesa tjetër kemi blerja e invertare edhe pajisjeve tjera të që na duhen. Aja është ditor, punë çdo ditë apo sa në javë apo nëse keni ende për këto kemi llogaritë dhe ato, e kemi 3 herë në javë, nga 2 orë mësimore nga 45 minuta. Kysh është forma e mësimit, fal Arian. A është individuale, grupore? Individuale dhe grupore. E me vishë edhe një pyetje të fundit e kom se di që keme të i kalu pak kohën. Na jemi të folë këtu për një situatë hipotetike që ti keme zhvillu këtë ide nëse e fiton çmimin e madh. Po ti me gjithat të the që Matic School ndodhet në qendrët Suarekës e tjera. Do me thonë është një biznes i cili është ekzistues. Qysh e ke zbatu trajnime deri më tani nëse si ke pas të pajisje për cilat po aplikon financim? Po them që kjo shkollë për momentin nuk është dhe më thonë jemi si start-up biznes, edhe fillojmë dhe më thonë nga tash, sepse ka kohë që mendojnë ata hapën biznesin, po janë kushtet ato që na kanë dërprej që na mos e mund të fillu. Sa kushton muji për një fëmijë? Për një fëmijë mendojmë të jetë 20 euro, por përveç kësajna na kemi menduar që edhe për fëmijët të cilët ose familjet janë me gjendje sociale. Emin, faleminderit. Të ju mundsojmë edhe pa pagesë. Ishte koha për ty. Faleminderit juve. Për mu, si ide, kalon e min edhe të presë në misionin në fazën e ardhshme që ta prezentosh në më tepër detaj, dhe ato përqindje për cilat diskutum, në shqetësim që kemi diskutu në edicionin para prake që po më duket jo ferë nëse se bëjmë edhe kësaj radhe, është gabimet drejt shkrimore në baner, dhe me thonë presë që ti rishikosh edhe që të njëjtat mos përsëritën edhe në edicionin e radhës. Tash e kemi bërë edhe me garuesit para prak, kështu që po më duket e drejtë që ta bëjmë edhe me ty. Kalon për mua. Edhe për mua e me në kalon, po më pëlqen si ide, teknologjia është çdo ditë në zhvillim e masipër edhe mendoj që fëmijët kanë me përfitu prej këtij kursi. Për mua si ide më pëlqej, por si prezentim i Eminit në këtë ide, nuk e di që të them, për mu nuk kalon. Edhe këngele une me votu, për mu kalon. Dhe i bie që 3 kandidatë kanë votuar pro. I bie që jemi ra edhe në ardhshme, me shumë pyetje tjera, kemi goxha shumë, kështu që përgatitu. Faleminderit. Faleminderit që jemi. Urime. Vendimin e jurisë vlerësoj të drejtë pasi kalova, vetëm më mbetet që ta bind herën tjetër edhe më mirë, për shkak se një anëtar e jurisë mendoj që nuk e kam bind me unë të prezantimit, po mendoj që nuk është gjithçka prezantimi, se sa projekti që kam për ta investuar në komunën e Suarekës. Arsyeja ime pse për shembull jam pro është që edhe pse s'kem bujësi zhas. Është sepse perspektiva është tek teknologjia
dhe neve unë e shoh vetë në prodhim sa kena probleme dhe mungesat të stafit e tillë. Dhe unë jam i vetëdijshëm që ky nuk do të arrijë të krijoj profesionista nga ky kursi trajtimi, po nëse arrin që t'i bën, t'ja fshin gjak dëshirën. Aftësohen shumë më shumë. Vetëm aftësia në një aron dhe dëshira për të ndjek studime apo shkollim të më të tjeshëm në temat e tilla, dhe kryesisht këto janë shumica prej tyre, matematika, robotika, programimi, teknologjia, janë profesione deficitare dhe ne shohim që po, dhe prandaj unë jam gjithsesi për me mbështet. Unë kam nevojë me shku me një kurs tillë për matematikë bilem. Megjithatë nuk është ndonjë ide inovative edhe atë që e kërkojmë në Golden Idea. Ide të tilla kemi pasur, e vetmja që po e shoh është e mirë sigurisht për nxënësit të cilët duan ndoshta të profesionalizohen në këtë fushë, por si ide nuk është që e pash tjetë. Besoj që ka për pas ide të tjera edhe do të kemi kandidat. Jo, cilët e meritojnë të jetë. Apo flasim për kuadrë deficitar, definitivisht po, dhe me thonë për makineri, mekatronikë, edhe krejt të fushat cilat Emini pozicionon me kriju kuadrët të reja. Dhe me thonë qoftë edhe në faza më të hershme ose në mosha më të hershme që ka po më pengon, realisht për një emision t'ilë si Golden Idea, është që idet po janë në një fazë gojgjat avancume të inkubimit e zhvillimit. Dhe me thonë nuk po flasim për ide cilat kanë nevoj për një përkraje, po flasim për njës që kanë tashmë zyra dhe zhvillojnë aktivitet biznesi. Nëse këta si kanë dalë për këta muj me zhvillu biznesin e tyre, me gjeneru profit, atëherë po më duket pak humbje kohë për ne këtu që t'i konsiderojmë ata për çmimin e madh. Po megjithatë ta shohim.